Kur Zoti dhe profeti thot diçka, besimtarët nuk kanë zgjidhje tjetër. Në surën Hashr 59, verseti 7, thot kështu: çka ju jepi dërguari, merreni, dhe çka ju ndalon, largoheni prej saj. Zoti ka folur përmes profetit. Profeti nuk ka folur asnjëherë, asnjë gjë nga hamendja, illa wahyu juha, por vetëm nga shpallja që i ka ardhur. Prandaj ti nuk ki zgjedhje tjetër. Ti je musliman. Musliman do të thot i nënshtruar, i bindur fjalës së Allahut. Atiu Allaha wa atiu Rasul wa ulil amri minkum. Bindjuni Allahut, bindjuni profetit dhe atyre që ju japin urdhra, që ju udhëheqin. Prandaj, ti mund të mos e pranosh një këshill apo një urdhër nga Zoti. Ti mund të mos pajtohesh me diçka, ti mund të thush atë këtë, ti mund të thush unë nuk besoj se kjo nuk është e përshtatshme për shekullin 21. Ti mund të thuash kjo nuk është e drejtë pse Zoti kështu ka thonë, na ka përcjell profeti. Por unë thom me gjithë dashuri dhe respekt, kush të ka dhënë ty atë të drejtë me refuzu një urdhër të Zotit, apo mos me u pajtu, ti mos e prano, rri i panënshtruar atij i cili të ka krijuar. Ama për të mos pajtuar, nuk ki status, nuk ki qëndrim. Merë, Zoti në fillim ka thonë, iqra, lexo, studio, njihe Zotin, pastaj do ta njohësh edhe fjalën e Zotit, fjalën e profetit. Do ta njohësh pse agjerimi është obligim, pse namazi është obligim, e të tjera, e të tjera. Shiko statusin tënd, e pastaj pajtohesh apo nuk pajtohesh, është problemi jot, jo i Zotit. Mos haro, bëni follow, bëni like.